se kjo është një traumë e cila nuk harrohet kur. Një ngjarje që i tronditit gjithë, ku shefi e qëlloi ish punëtoren e tij, një nënë e 3 fëmijëve, ku po sipas raportimeve po thuhet që edhe fëmijët janë në gjendje shumë të rëndë emocionale. Si e komenton këtë ngjarje? Ajo që fëmijët janë shumë traumatizuar është e pashmangshme. Për shkak se shkon nëna në mëngjesën punë dhe e kthej në arkivar, diçka që edhe për fëmijët, edhe për burrin, edhe për print, edhe për familjar tjerë është shumë shokuese, është shumë e rëndë. Dhe nëse kërkohet një skerim ose një motiv, nëse ashtu që shikon prej medjave, xhelozia apo braktisja e punës, çka do që tjetë. Është shumë normal kur e kem një armë ambrez edhe e përdorim pa kontrol. Se është një reakcion impulsiv. Tash çfarë fjalosje ka pas, çka ka pas më herët, nuk dihet. Mirë po veprimi është shumë impulsiv, dhe në momentin kur e ka kry vrasjen, normalisht që e ka pase që ka bo, edhe që ka i mbetë tjetër atina, veç me vra edhe vetën. Kjo është ajo kur ka shumë armën popullat, nuk ka kurfar kontrolli për armë. Ne, kur i pët leja për armë, kërkohet një egzaminim, edhe psikiatrik edhe i psikologut për me vlerësu diken se a mundet me bajt arma jo. Po nëse na i kem 50% të armëve të cilat janë të legalizume, nuk e dim se ndurë të kujna janë ato armët e pa legalizume, sa janë persona stabil, sa janë persona që mujnë me përmbajt vetën, edhe kur i pët leja për armë, ajo nuk do me thonë se dikujt i lejohet me e bajt atë armë mbres, po është armë ma shumë e karakterit sportiv. Do me thonë e ki një armë cëllën e mban shpit dikun, po shumë të sigurt prej fëmive dhe prej trive, po edhe prej vetë vetës që në momentin kur nxemi se na vlojnë pak si shpejt, mos me pas qasje të shpejt e ajo armë. E kur armët janë brez, atëherë edhe veprimet janë shumë të paparashikueshme. Kjo thjesht po tregon se vërtet ne si shoqni po ngecim dikun. Aty ku po ngecim mas shumë të është sistemi i vlerave të familjes. Aty kem fillu me dështu. Se jem në një tranzicion kulturor, në fakt jem në një shok kulturor, kur diçka tre nuk e ke marrë plotësisht, ndërsa shumë let i kem flak ato vlerat cëllat i kem pas. Edhe tash kemet edhe pa njenën, edhe pa tjetrën, që është një shok, edhe kjo është kosoja që pe paguim. Doktor, kjo ngjarje kaq tragjike sigurisht që ka ndiku shumë rënd emocionalisht tek fëmijët e viktimës. Po çfarë mund të bëjmë diçka që u lehtësohet gjendja atyre dhe që mos kenë shumë trauma gjatë jetës në të ardhmen? Me ata fëmijë duhet një kujdes i veçantë. Ne për fat tash kem mjaft edhe psikolog të fëmijëve, edhe psikiatër të fëmijëve, por ajo që ka duhet është që familja me u kujdes për shëndetin e tyre mendor. Ata fëmijë kanë nevojë për një përcjellje të vazhdueshme sa i përket kujdesit për shëndetin mendor të tyre. Se kjo është një traumë e cila nuk harrohet kur, e cila ka me pas pasoja për një kohë gjatë, dhe ndikon që ata fëmijë të rriten me urrejtje dhe me një mlef të mbrenshëm tërkohën. Për atë ka shumë nevojë për një punë të kujdesshme edhe të vazhdueshme me ata fëmijë, se përndryshe trauma është shumë e rëndë.